Unë jam Imida Gjata, ose si që më njohin të gjithë, Zhaku. Ka prej jush që dim për mua se unë jam prezantuse. Ka prej jush që dim për mua se unë jam këngëtare. Profesioni im i vërtet është regjizore teatri. Unë kam krijuar dhe muzikë sigurisht, ndaj besoj përcaktimi më i përshtatshëm për mua është artiste. Unë përgjithësi jam në natyrë shumë shoqërore, një problem me padrejtësinë. Shpresoj që të ndihem si në shtëpinë time, besoj se po. Unë përgjithësi përshtatem në çdo lloj ambienti dhe në çdo lloj njeriu. Vetja ime është subjekti im i studimit, i qortimit, i krijimit, i frymëzimit. Paktën unë kisha vetja ime dhe unë gjithmonë jam vetja ime. Unë kam një kuriozitet shumë të madh për ta provuar si provoj. E di që do ta vuaj shumë mungesën e Kristianit, mungesën e shtëpisë, mungesën e mamit, mungesën e babit. Di vetëm t'ju them, na ndiqni në vip shtëpia,